Përshëndetje miq të futbollit. Sot do të analizojmë rastet e xhiros së 32 të Albi Mall Superliga si edhe të xhiros së 25 të Ligës së Parë, domethënë të grupit A. Shkojmë me rastet e para të ndeshjeve të zhvilluar të premten ndërmjet Feroniklit dhe Gjelanit, ku këtu i kemi 3 raste të cilat do t'i shpjegojmë përmes monitorit. Kemi për rastin si që çekën Feronikli Gjilani, kemi rastin e parë të minutës 32, këtu kemi ndërhyrjen në lojtarin e Feroniklit, ja shiqon në pamjet e kamerës 16 metrit djathtash, si është ndërhyrja, është një ndërhyrje pa kujdesshme e lojtarit të Gjilanit, me shka kemi edhe pamjet edhe pikën e kontaktit që kemi ndarë, domethënë është një ndërhyrje e cila është mjaftueshme për penalti dhe gjyqtari pas rishiqimit të VAR-it akordon korrekt penalti për ekipin e Feroniklit. Kemi edhe rastin e dytë të minutës 85, ku këtu pretendoi për penaltin për ekipin e Gjilanit, mirë po shiqo pamjen se i kemi, vjen topi i papritur nga krosimi, lojtari i Gjilanit lufton që të arrite topi dhe kështu janë nxanë pamjen e lojtarit të Feroniklit, ja ku i kemi pamjet, ja shiqo dhe pamjen e 16 metrash djathtas, e kemi edhe në mënyrë të zmadhuar, ja shiqo si vje krosimi, ja lojtari nuk e ka idenë që i vje topi dhe kështu që për shkak balancimit ose lëvizja trupit justifikohet, ku ky dëshiron të godas topin me kokë, mirë po topi në mënyrë të papritur i vjen në dorë, ku dora është në pozitë normale, justifikohet me lëvizjen e trupit dhe këtu nuk kemi të bëjmë me penalti. Kemi edhe rastin e fundit ose rastin e tretë ndërhyrjen e lojtarit të Gjelanit Thaçi në lojtarin ja shiqo si këmbë lako, domethënë është këmbë mbështetëse, ja shiqo ndërhyrjen, takat e ngritura, ja shiqo si vjen kontakti, këmba është e drejtë dhe ky hyn në kategorinë e ndërhyrjeve serioze, ku mund të shkaktojë lëndime të paparashikueshme lojtarit të Feroniklit dhe më të drejtë pas rishiqimit të VAR-it lojtari i Gjelanit Thaçi ndëshkohet më të drejtë me karton të kuq. Këtu kemi rastin e minutës 44, ku kemi një ndërhyrje në lojtarin e Malishevës, ja shiqon ndërhyrja si është, domethënë kemi ndalë, është shkelja këmbës, ku gjyqtari ndoshta për shkak pamjes ose pozitës që ka pas nuk ka mujt ka vrejtë, ka marrë si ndërhyrje normale për goditje direkte, mirë po këtu lojtari i Dugaxhinit duhet të ndëshkohet me karton të verdhë. Këtu kemi rastin e dytë, kemi një ndërhyrje të lojtarit me të katërta të Malishevës, ja shiqon ndërhyrjen, si ka intensitet lojtari me Malishevës, ja shiqo këmbën, si e pengon që lojtari të vijë tek topi, ku gjyqtari nuk ka marrë vendim në fushë, mirë po pas rishiqimit të VAR-it dhe të pamjeve që janë ofruar nga VAR-i, e ka vendosur, domethënë është korrekt mendimin e VAR-it penalti për ekipin e Dugaxhinit. Kemi edhe rastin e tretë ose rastin e fundit, ku këtu pretendoi Malisheva për penalti, mirë po shiqo si është, nuk e godet fare as dorën, lojtari ka duart pozitë normale mas trupit, që është e pamundshme që të goditet ose të jetë dorën jo laterale, mirë po këtu shiqoni ndërhyrjen e lojtarit të Malishevës në lojtarin e Dugaxhinit, ku më të drejtë ekzekutohet, domethënë hipet për ndërhyrje të paluar për goditje direkte për ekipin e Dugaxhinit. Kemi edhe 3 raste në ndeshjen e Prishtina-Ballkani, kemi rastin e parë të minutës 65, ku shiqohet rasti, kemi këtu ndërhyrjen e portierit në Gallepin, kemi një kontakt të përvarur, mirë po shiqohet se ma herët ka qenë pozitë jashtëloje, ku Gallepini shihet në vijën e VAR-it që është më i avancuar, ja shiqo se Gallepini është më i avancuar, dhe gjyqtari shkon në rishiqim në VAR dhe pas rishiqimit të pamjeve është pozitë jashtëloje, ku më të drejtë gjykon për pozitë jashtëloje me ndihmën e VAR-it. Kemi edhe rastin e dytë të minutës 77, penalti e mundshme për Prishtinën. Këtu gjyqtari në fushë merr vendim për penalti, mirë po ftohet në rishiqim të VAR-it, ja shiqo nuk ka kontakt lojtari i Prishtinës me numër 10 Krasniqi, domethënë kjo mirret në sipas rregullave të futbollit simulim, ku lojtari dëshiron që ta fut në grask gjyqtarin Çaka dhe kështu pas rishiqimit të VAR-it gjyqtari Çaka e ndëshkon Krasniqin me karton të verdhë për simulim, domethënë anulon vendimin e marrur në fushë dhe ndëshkon lojtarin me numër 10 me karton të verdhë dhe fillon loja me goditje indirekte.
Kemi edhe rastin e fundit, do më thonë rastin e tretë, ku lërën për parësi gjyqtari, është ndërhyrjen e Këshillovën, mirë po gjyqtari e njohat se është rasti mirë shumë për të shënuar, jashtëqosi e ngrit dorën me të drejtë dhe kemi golin e vetëm të shënuar nga ana e Prishtinës, do më thonë për parësi perfekte e gjyqtarit Çallka, do më thonë që goli i rregullt i klubit futbollistik Prishtina. Shkojmë me rastin e Llapit, ndeshjen drita Llapi, këtu kemi një pozitë jashtëloje, jashtëkosi është shumë pozitë mjaft e ngushtë, ku këpuca e letarit i shihet që i letarit Llapit, i cili interferon në lojë, domethënë ky që përpiqet që ta godet stopin, interferon në lojë, ku këpuca e tij bazë të matjeve që kanë qenë 16 cm më avancuar. Pra, shihet do t'i kemi pamjet e bindse, jashtëqo në vinë e kuqe se si është këmba e bardhë, kemi në mënyrë të zmadhuar, ja ku është më i avancuar këmba e letarit të Llapit, dhe ky gjatë kërcimit, do më thonë gjatë kërcimit kërcen, pra interferon në lojë, me çka me të drejtë vari dhe teknologjia e varit e anulon golin e Llapit. Kemi ndeshjen e ligës parë, këtë rastin e minutës 53, ku është një ndërhyrje e letarit Beslimi. Kjo është një ndërhyrje që është mohimi mundësisë shënimit të goles, i ka plotësuar 4 kritere, domethënë ndërhyrja është në drejtim të portës, loja është në drejtim të portës, letari numri mbrojtësve është larg dhe topin letari ka pas në dispozicion. Domethënë plotëson 4 kritere për mohimin e mundësisë së shënimit të golit, kështu që pas rishiqimit në var, gjyqtari anulon kartonin e verdhë dhe ndërshkon me karton të kuq me të drejtë pas ndihmës që merr nga vari, domethënë për rishiqim. Edhe rastin e fundit, domethënë të minutës 69, ku është një ndërhyrje ku portieri ka për qëllim topin, mirë po vënohet, jashtëqo arrin letari i ekipit të vllazнимit të godas së pari top me tokë, jashtëqo goditit me dorë, nuk e ka pas qëllimin që portieri të godas, mirë për qëllimin e ka pas topin, ku me të drejtë gjyqtari merr vendim në fushë për penallti.